Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammedin Abdullahi al-mab'uth rahmatan lil alamin. Sendi tret dhe pjesa e tretë e hadithit thot pejgamberi alayhis salam thalathun darajat, tre sende janë që njeriu e ngritin vlera, e ngritin në shkallë, sikurse te Allahu po ashtu edhe te njerëzit. Thot fa amma darajat ifsha'u salami wa it'amu at-ta'am was salatu bil-layli wan nasu niyam. Thot tre sende janë sende që e ngritin njeriu. Domethënë njeriu ka mundësi për shemb me urujt prej sendeve që e devijojnë, e shkatrojnë. Pastaj i din dhe i mëson sendet që e shpëtojnë. Mirë, po nuk është i ngritur. Pastaj mëson sendet që e pastrojnë prej tmetave dhe gabimeve që i bën. Mirë, po njeriu ka nevojë më ngrit. Atë sa jeton njeriu ka nevojë më ngrit, si në aspektin financiar, si në aspektin e arsimit, si në çdo aspekt tjetër. Po ashtu duhet ngritet me vlera në jetën e vet si musliman. E thot pejgamberi alayhis salam, ai që don me ngrit te Allahu edhe te njerëzit, le t'i bën këto tre sende kryesore. Dhe këto tre sende kryesore pejgamberi alayhis salam i ka përmend kur ka ardhur prej Mekës në Medinë, fjalën e parë që e ka përmend ka thonë afshu salam wa at'imu at-ta'am wa sallu bil-layli wan-nasu niyam, jepni selam, shpërndajeni selamin, jepni ushqim të varfërve dhe falni namaz natë kur njerëzit flen. Kur e kanë dëgjuar Abdullah ibn Selami këtë fjalë, ka thonë këto fjalë nuk ka mundësi me i thonë një njeri thjesht. Dhe i tregojnë Abdullah ibn Selamit ka qenë prijes i jehudive. Kur i kanë dëgjuar këto fjalë ka thonë thirmani Muhammedin nëse ai përgjigjet në tre pyetje, unë kam e pranu Islamin. Edhe vjen pejgamberi alayhis salam te Abdullah ibn Selami. Edhe ja parashtron tre pyetje. Thot cili është ushqimi i parë që kanë me hangër banorët e xhenetit? Kjo është e para. E dyta, cili është alameti i fundit kiametit, në ditën e kiametit? Cili është alameti i fundit në ditën kur do të ndodhë dita e kiametit? Dhe e treta, kur fëmia është mashkull dhe kur fëmia del femër? Pejgamberi alayhis salam thot kur mi parashtoi këto tre pyetje, nuk i disha. Dhe mirë po në moment merr Xhibrili alayhis salam dhe mi tregoi pyetjet. Edhe i thash, ushqimi i parë që kanë me hangër banorët e xhenetit është një pjesë këtu te mëlçia. Domethënë është mëlçia e balenës. Është një pjesë e mishit. Atë ushqim kanë me hangër për herë të parë banorët e xhenetit. Thot e çollove. E dyta, alameti i fundit në ditën e kiametit që ka me ndodh, do të del një zjarm nga vendi i Ademit alayhis salam dhe njerëzit do t'i tubon në mahsher, në vendi kur do të llogaritën para Allahut subhanahu wa taala. Thot e çollove. Dhe e treta, kur fëmia është mashkull dhe kur fëmia është femër. Thot nëse sperma, i tregon Xhibril alayhis salam, se pejgamberi nuk ka qenë mjek. Dhe këtë e vërteton sot mjekësia. Thot kur sperma është më shumë se sa sperma e gruas, fëmia është mashkull. Nëse sperma e gruas është më shumë se sa sperma e mashkullit, është femër. Thot e çollove. Thot çysh ta pranoj Islamin? Thuj ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Edhe thot Abdullah ibn Selam ka qenë prijes i jehudive. Thot unë po fshehna tash, por ti thirri tash jehudit edhe pyeti jehudit për mua. Se tash dolëm prej temës. Edhe i thirr pejgamberi alayhis salam jehudit dhe thot, çka mendoni ju për Abdullah ibn Selamin? Thot ai është sejiduna wa ibnu sejidina. Ai është zotria jon, i biri zotrisë ton. Ai është alimuna wa ibnu alimina. Ai është dietari jon, i biri dietarit. Thot çka mendoni ju nëse ai e pranon Islamin? Çka mendoni ai nëse ai mendon se beson se unë jam pejgamberi i Allahut? Thot kjo nuk ka mundësi kur mendon. Edhe thot edhe del Abdullah ibn Selam thot ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Thot anta safihuna wa ibnu safihina. Ti je mendjeleti, i biri i mendjeletit. Ti je më i keqi, i biri më të keqit. Kjo është cilësia e jehudive. Sa thojnë mirë, ati thojnë keq edhe hiç nuk ju bën të vonë. E thot pejgamberi alayhis salam afshu salam. Thot sendi i parë, sendi kryesor
që i ngrit derexhet e tuaja në dunjë dhe në ahiret edhe te Allahu subhanahu wa taala është dhënia e selamit apo shpërndarja e selamit te ai që e njeh dhe te ai që nuk e njeh. Fjala selam është një emër prej emrave të Allahut që do të thonë paqë, që do të thonë siguri. Në fakt kur ti i jep selam dikujna, ti çka demonstron? Ti demonstron siguri, ti demonstron paqë, ti demonstron rahati, ti demonstron komoditet, ti demonstron muslimanllëk, ti demonstron se me selamin kur ti ja jep vllaut tan, ai vllau jot është i sigurt në ty prej fjalëve, prej veprave, prej çdo sendit. Prandaj edhe ka thënë pejgamberi alayhis salam, el muslimu men salima min lisanihi wa yadihi. Musliman kush është? Ai që të tjerët janë të shpëtuar prej fjalës së tij dhe prej veprave të tij. Sa musliman janë të sigurt prej fjalëve tona? Sa musliman janë të sigurt prej veprave tona? Sa musliman ti përgojojmë ne? Sa musliman, për sa prej muslimanëve mendojmë na keq? Për sa prej muslimanëve ne kemi paragjykime? E mirë, kur e japin selamin, a japim domethënë me kuptim të lot apo me kuptim domethënë të mangët? Prandaj kur ti jep vllaut tan selam, kjo domethënë se o vllaje, un po t'jap selam dhe ti je i sigurt se un ti nuk kam të marr na përgoj. Un nuk kam të përgoju. Un ty për ty nuk kam para xhiku. Ti je i sigurt te un kam mendu mirë për ti. Domethënë kjo është qëllimi i Zotit i selamit. E thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai i cili jep selam e ngrej një derexhe dhe ka vlerat mëdha te Allahu dhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sendi i dytë thot it'amu ta'am, që është shumë me rëndësi, me ju dhon ushqim tjerëve. Është një sunet që shpeshherë na mungon neve si musliman. Domethënë na ka humbur edhe tradita si shqiptarë dhe si musliman. Domethënë me ju dhon ushqim tjerëve. Spaku një gjevrek dhe jepja dikujna 20 dinar ose 10 dinar ose 15 dinar. Nëse nuk ki mundësi një darkë me përgatit për dikan, atër spaku një gjevrek jepja dikujna. Spaku me realizu këtë sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zotën prej sunetit pejgamberit alaihi salam rrallë herë dihet edhe shkruhet se pejgamberi alaihi salam ka hongër bukë vet. Nga suneti pejgamberit alaihi salam kur ka hongër drek, darkë ose saballëk, gjithmonë e ka thirr dikan. Ose ka hongër me familjen e vet, ose i ka thirr dikan prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, saqë thot pejgamberi alaihi salam, khiyarukum man at'ama ta'am, më i miri prej juve është ai i cili nuk ha vet. Ai i cili ju jep ushqim të tjerëve. Më i miri prej juve është ai i cili ju jep ushqim të tjerëve. Kjo është një sunet që shpesh neve na mungon jetën tonë. Dhe e treta është as-salatu bil-leili wan-nasu niyam, me fal namaz natë kur të tjerët flen. Allahu i lavdron ata që falin namaz natë në 15 ajete. Thot Allahu në Kur'an, thot tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tam'a. Bura musliman të devotshëm janë ata që e largojnë trupin nga shtrati dhe i luten Allahut me shpresë dhe me frikë. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ata burra kanë qenë që pak kanë flet natën dhe shumë kanë bë ibadet natën. Mirë, kur i ndëgjojmë këto fjalë, i lexojmë ajetet e Kur'anit se Allahu i lavdron ata njerëz që falin namaz natë. Shpeshherë kemi ndëgjuar domethënë për namazin e natës pejgamberit alayhis salam, kemi ndëgjuar për namazin e natës sahabëve dhe dietarëve dhe ulemave të mëdhej. Edhe sikurse kënaqshmi kur i ndëgjojmë këto fjalë. Mirë, a do me thonë se ti tash me njëherë ti duhesh me apliku, me implementu këtë njëtën tane edhe me falë tanë natën namaz? Jo, unë kisha thonë jo. Bile të propozoj që jo me bante këtë gjest. Sikur se sahabia që ka shku të pejgamberi alayhis salam dhe i ka thonë ja Rasulullah du me falë namaz natë. Pejgamberi alayhis salam e ka ditë kapacitetin e tina dhe i ka thonë mos u ban sikur se personi i cili filloi namazin e natës edhe e la krejt. E la krejt. Argument për këtë është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një natë ishte me Aisha radhiyallahu anha. Dhe në moment pejgamberi alayhis salam u ngrit prej shtratit. A e zgjoi Aishën? A i tha, oj Aisha, çu falju edhe ti namaz natë. Unë pejgamberi i Allahut jam për xhenet dhe i pari që do të hyjë në xhenet. Po fali namaz natë ti po flen, a? A i tha kështu? Nuk i tha kështu. Çka?
Edhe thot Aisha radiallahu anha e kam përcjell pejgamberin alayhis salam. Dhe ajo edhe pejgamberi nuk e dinte se Aisha është duke e përcjell. Edhe pejgamberi alayhis salam filloi me fal namaz natë. Edhe thot Aisha radiallahu anha, thot filloi pejgamberi alayhis salam me çaj derisa ju lag mjekra. Nuk e zgjoi Aishën, por falte vet pejgamberi alayhis salam. Derisa Kur'an sejdë filloi me çaj derisa e lagë edhe tokën. Dhe kështu u afruan koha e sabahit. Dhe erdh Bilali radiallahu anhu me thirrë ezanin. Dhe kur e pa pejgamberi alayhis salam, e pa Bilali se pejgamberi sa pas ka fal namaz natë dhe pas ka çajt. Dhe i tha, ja Rasulullah, pse po çon ti kurse Allahu ti ka fal gjitha gjunat dhe je i pari që do të hysh në xhenet? Çka i tha pejgamberi alayhis salam? Tha, o Bilal, pse mos çaj kurse në këtë natë më ka zbrit një ajet shumë i madh. Në surën Ali Imran, ku thot Allahu në Kur'an, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Në krijimin e qiellit edhe natës dhe në ndryshimin e natës edhe ditës ka argumente për ata që kanë mend. Mirë për ata, wailul lahum, mirë për ata që e lexojnë këtë ajet edhe as pak nuk mendojnë rreth këtij ajeti. Pejgamberi alayhis salam ka fal tan natën. Mirë po kapaciteti dhe imani i pejgamberit alayhis salam nuk është i njëjtë me imanin ton. Prandaj na shpesh herë themi këtë. Falo dhe bën punë të mira atë sa ke mundsi. Është bën zakon edhe tradit që na menet deri në orët e vonshme. Bën e tradit që para se me ra me flet, edhe kjo do të llogaritet namaz natë. Vallahi do të llogaritet namaz natë. Po dikush mundet me thonë, po hoxh, nuk di be shumë nga leximi i Kuranit. Nëse e din vetëm surën Kauthar, edhe surën Ikhlas, inna a'tayna kal Kauthar, është 3 ajete. Edhe surën Ikhlas i ka 3 ajete, është vetëm një resht. Bën e tradit që për çdo natë me fal namaz natë me surën Ikhlas edhe me surën Kauthar. Vallahi kjo do të llogaritet te Allahu si namaz natë. Dhe do të kesh vlerat e Allahu dhe kjo do të jep një ndikim pozitiv në jetën tënde. Zatën namazi i natës i mush bateriat për ditën. Namazi i natës është një namaz, ashtu siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, namazi më me vlerë dhe më me peshë është namazi i natës, pas namazit ditës. Pra unë lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na mundson të largohemi prej sendeve që na shkatrojnë, të na mundson të bëjmë vepra që na shpëtojnë, të bëjmë vepra që na pastrojnë dhe të bëjmë vepra që na ngritin vlerat tona në dunjë dhe në ditën e Kiametit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.